15 pozita të rregullta të punës në presidencë janë mbajtur me ushtrues detyre përtej afatit të parapar ligjor, ka gjetur raporti auditimit për pasqyrat financiare të zyrës së presidentit për vitin 2024. Këto pozita sipas zyrës kombëtare të auditimit nuk u plotësua në përputhje me ligjin për zyrtarët publik, që parashet që një pozitë e rregullt e punës mund të mbahet me ushtrues detyre deri në 12 muaj. Mbajtja pozitave me ushtrues detyre për një kohë më të gjatë se afati i parapar ligjor rrezikon që pozitat e ndryshme të mbahen nga persona që nuk i përmbushin kriteret e kërkuara për pozitat adekuate. Raporti thotë se plotësimi i pozitave me staf të rregullt të punës ka qenë një prej rekomandimeve të dhëna më 2023 e që nuk u adresua, teksa shton se numri i ushtruesve të detyrës mbeti i njëjtë deri në fund të 2024-s. Krahas tejkalimit të këtyre afateve, ZK-ja gjeti se presidenca ka bërë tejkalime edhe në vlerën e kontratës kornizë për shërbime të transportit ajror. Sipas ZK-s, presidenca veproi në kundërshtim me rregullorën e prokurimit, e cila kërkon që kontrata të ndërpritet automatikisht në raste kur tejkalohet 30% i saj. Për kontratën në vlerë prej 120.000 eurosh, gjatë auditimit kemi konstatuar se ZPRK-ja kishte kryer furnizime në vlerë prej 211.404 eurosh, duke tejkaluar vlerën e kontratës për 55.404 euro mbi normën e lejuar, 30%. Kjo situatë ka ardhur si rezultat i organizimit jo të duhur nga personat përgjegjës të përfshirë në organizimin e edicionit të dytë të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, ku numri i pjesëmarrësve ishte shumë i lartë, ndërsa gjitha planifikimet ishin bërë bazuar në shpenzimet e edicionit të parë. Sipas ZK-s, tejkalimi i vlerës së kontratës mbi normën e lejuar mund të ndikojë që organizata buxhetore të hyjë në obligime financiare të paplanifikuara. Në zyrën e presidentës janë pajtuar me gjetjet dhe rekomandimet e raportit, teksa kanë bërë zotim që brenda 30 ditësh të përgatitet plan veprimi për zbatimin e tyre. Lidhur me këto gjetje, koha ka adresuar pyetje në presidencë, por se nuk ka pranuar përgjigje.